13 drejtues automjetesh janë ndëshkuar me masë administrative nga policia e Shkodrës pas monitorimeve intensive në vend të qarkullimit të automjeteve me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Nga monitorimit me dron janë konstatuar 13 shoferë duke kryer shkelje me rrezik të lartë për të bërë burim aksidentesh. Këta drejtues automjetesh u ndëshkuan me gjobt që variojnë nga 5.000 deri në 15.000 lekë. Në komunikatet e policisë thuhet se shërbimit e policisë rrugore kanë intensifikuar kontrollet dhe monitorimin e lëvizjes dhe si rezultat i monitorimeve të pandërprera në akset rrugore, duke përdorur edhe dron janë konstatuar shkelje të rregullave të qarkullimit, të cilat përbëjnë burim të lartë rreziku për përfshirje në ngjarje rrugore. Gjatë monitorimit me dron në akset rrugore Shkodër-Hani Hoti dhe Koman Shkodër u konstatuan 13 drejtues automjetesh duke kryer shkelje me rrezik të lartë për përfshirje në ngjarje rrugore. Këta drejtues automjetesh u ndëshkuan me masa administrative që variojnë nga 5.000 deri në 15.000 lekë. Policia rrugore e Shkodrës apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të gabuara, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Policia fton qytetarë që të denoncojnë në numrin pa pagesë 112 për çdo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut.